Përshëndetje gjithëve, mirë se erdhët në podcastin më të ri të Forumit të Rinor të Partisë Demokratike, ku ne do të diskutojmë për çdo problem që lidhet me të shqetësimet e të rinjve dhe problemet e tyre në Shqipëri dhe kudo që janë. Sot neve do të flasim për një temë që na shqetëson të gjithëve neve, e cila është rikthimi i të rinjve në AD. Kemi kënaqësinë të kemi të ftuar gjithashtu dhe kryetarin e Forumit të Partisë Demokratike Besar Xhaferin. Faleminderit Klea, faleminderit Leret për ftesën, është kënaqësi shumë e madhe për mua të jam pikërisht me ju të dy. Jo se jeni vetëm një vlerë shumë e shtuar e Forumit Rinor të Partisë Demokratike, duke pasur dhe pozicionet që keni si antar kryesia, apo Lereti tani si nënkryetar i forumit, duke qenë se përfaqëson dhe gjimnazistët, por jeni edhe me të vërtet fytyrat nga më të bukurat në forum që ne kemi, kështu për këtë e kam kënaqësi shumë të madhe. Faleminderit shumë. Le të fillojmë të bëjmë një prezantim të vetes tonë. Patjetër. Unë jam Klea Vukaj, jam, siç e tha dhe kryetari, jam antare e Këshillit Kombëtar dhe pjesë e kryesisë të forumit. Jam studente në Fakultetin e Drejtësisë në vit të dytë. Ky podcast për mua është shumë i rëndësishëm, pasi unë dua t'i tregoj moshatarëve të mi që duhet të angazhohen dhe të kenë të jenë të lirë, të shprehen dhe të kërkojnë më shumë nga politika dhe nga vetja. Madje Klea, me atë që dua të shtoj edhe për ata që po na ndjekin, ti edhe një nga rastet e vërteta dhe të rralla, jo si petalja e Trëndafilit, që me të vërtet i pate ofertat nga universitetet ndërkombëtare dhe vendose të qëndrosh, e pa punësuar në shtet, por madje të shkosh në universitet publik shtetëror dhe të vazhdosh luftën e kauzave të tua. Dhe për këtë patjetër që doja ta theksoja, sepse ndonjëherë japim mend, por atë që japim mend duhet ta ndjekim me shembullin personal, dhe ti je një nga ato. Dhe për këtë dua të falenderoj ty, sepse ti përveç familjes time ke qenë një shtys që unë të vazhdoj shkollën këtu dhe mos largohem nga Shqipëria. Ke bërë shumë mirë. Ne shpresojmë t'ja prishim mendjen e Laertit. Po. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Leret Vasili, jam maturant në Tiranë të gjimnazit Sami Frashëri, si dhe prej jo shumë kohësh jam nënkryetari i Forumit të Rinor, duke prezantuar të gjithë gjimnazistët të cilët kanë zgjedhur për t'i bashkuar Partisë Demokratike si e vetë një alternativë që mund të sjellë një shpresë në Shqipëri. Angazhimi në forum besi e di ka qenë shumë spontan dhe madje kush ka sjell? Më duket se ka sjell Klea. Klea më ka sjellë nga e parë në forum. Po ishte besi pastaj dhe gjithë grupi që ne gjetëm atje, i cili ne krijuam përtej angazhimit politik një miqësi goxha të afërt dhe tani gjejmë kohën edhe për të bërë aktivitete të tilla, siç është komunikimi direkt me kryetarin e forumit, i cili është tashmë dhe në listën e mbyllur të Partisë Demokratike për Tiranën dhe do jetë një zë i fortë për të gjithë rinin në parlamentin e ardhshëm mbas 11 majit. A mund të drejtohemi si deputet i ardhshëm? Jo. Ajo është pas 11 majit. Pas 11 majit. Unë do jem gjithmonë Besarti për ju. Pra edhe deputet qofsha, shpresoj, uroj, fitojmë zgjedhjet, sepse deputet i opozitës asnjëherë s'do doja të isha, sepse Shqipëria sot nuk ka më nevojë për një opozitë fort, por ka nevojë për një rotacion, në mënyrë që të iki nga kursi ku ky vend po shpopullohet. Dhe pikërisht këtu rikthehemi edhe te tema që kemi ardhur sot, që është shpopullimi, por shpopullimi ka dy, le të themi, shërim, ka shërimin e parë ta ndalosh, dhe i dyti është ti rikthesh. Bes, të flasim dhe pak për disa vite më përpara. Ti je shkolluar në Angli. Në Angli. Ke pasur një komunitet shqiptar në Angli dhe si je lidhur me shqiptarët e tjerë atje, të cilët ishin student ose punonin, dhe kjo është një pyetje më shumë që në rikthimin tënd në Shqipëri je marr vetëm me të rinj. Çfarë qasje ke parë të ndryshme midis të rinjve në Angli ose në diasporë, flasim se ke bërë disa takime në diasporë, dhe të rinjve këtu. Çfarë i ndryshon ata dhe ku shikon ato diferencat kryesore në mendësi ose në atë që thon? Unë jam larguar nga Shqipëria në vitin 2007 për të vazhduar studimet, vetëm me këtë qëllim, dhe i bindur që do rikthehem menjëherë sapo të mbaroj studimet. Dhe këtë e kishte i gjithë brezi im, sepse breza ndahet në epoka. Në epokën e brezit tim, kur kam qenë moshën e Laertit, dëshira ka qenë të shkollohesh jashtë. Në epokën e këtyre 10 viteve, dëshira ka qenë të përdor shkollimin për të emigruar jashtë. Dhe ky është ajo fatkeqësia e madhe që e shoh
Unë për gjithë ata që ndoshta nuk e din, një nga profesioni im është konsulent arsimi. Unë kem këshilluar mbi 2000-3000 të rinj deri tani për çfarë strategjie të bëjnë në jetën e tyre për të shkolluar. Po e kam dashur gjithmonë t'i këshilloj për shkollim, jo për shkollim për emigrim. Dhe për fat keq, mbi 90% të atyre që vinë me kërkesa këto 10 vitet e fundit, ka qenë që unë dua një shkollë që të më japi mundësinë për të mos u kthyer më në Shqipëri. Dhe kjo është dhe pakënaqësia më e madhe ndaj profesionit që unë po bëja. Jo se unë po bëja krim, se fund ditës ato informacione janë në internet. Por unë nëse doja të kontribuoja diçka me profesionin tim, ka qenë që të përmirësoj një brez në dije për të qenë aset në ekonominë shqiptare në të ardhmen. Jo për të qenë aset i ekonomisë gjermane, i ekonomisë angleze apo i ekonomisë amerikane. Ajo është zgjedhje personale për këdo, pse jo, dikush merr ofertë nga Tesla, NASA, Amazon, do provoj, do shkoj, ndoshta do punoj dhe 5 vite për të marrë eksperiencë andej. Por gjithë qëllimi duhet të jetë që të mbledhësh aftësi dhe të rikthesh në vendin tënd, ku Shqipëria më në fund në të ardhmen të arrijë të garoj dhe për industri të ndryshme që nuk kemi asgjë më pak se ata, për industritë që duhet truri, jo për industritë që duhen investime të mëdha fabrikash apo kapitale. Fabrikën më të madhe që ka ndërtuar shoqëria shqiptare në 30 vite apo 35 vjet deri më sot është industria e trurit. Mbi 300.000 shqiptar janë shkolluar në Perëndim këto 35 vjet, duke hequr nga kjo shifër fëmijët e diasporës. Po them për 300.000 si ju që prindrit i keni në Shqipëri, banojnë në Shqipëri, punojnë në Shqipëri. Dhe këta 300.000 patjetër që janë të punësuar sot në industri shumë lukrative. Mund të jenë jurist, mund të jenë ekonomist, mund të jenë financier, mund të jenë IT, mund të jenë graphic design, mund të jenë arkitekt, mund të jenë dhe mjek. Dhe ne pas pandemisë, çfarë pam apo gjatë pandemisë? Që i punuari online u bë shumë e mundshme. Pra, sot kesh prezencë fizike në një shtet perëndimor, nuk është më e nevojshme për të punuar në një shtet perëndimor. Pra, ku ka më bukur se të punosh vendin tënd? Digital nomads, mund të jetë edhe architect nomads, mund të jetë edhe law nomads, mund të jetë çdo zanat që është konsulencë, që është shërbim, services. Mendimin tënd çfarë privon shqiptarët në diasporë për të punuar sot në këtë lloj forme siç the tani në Shqipëri? Ftesa. Unë kam provuar 6 vjet të jetoj jashtë këtij vendi. Është një purgator, sepse je tërkohës me kokën para për të parë suksesin tënd, por kthen dhe kokën mbrapa për të parë ai kam mirë ata në Shqipëri. Me atë mbushjen shpirtërore që të jep një shoqëri e re, por dhe me atë zbrasëri shoqërore sepse nuk ke miqtë tu të fëmirisë, apo ata që me vërtet kanë ndarë gjëra shumë të shtrenjta. Me objektivin për të bërë dikushi, por me djenin tënde të thellë që gjithmonë do jesh askushi aty, sepse nuk do jesh as gjerman, por edhe shqiptari i larguar nga vendi jot. Pra është një purgator. Kushdo që jeton jashtë është një sakrificë shumë e madhe. Por ftesa ju mungon. Të gjithë këtyre 300.000 studentëve që mund të jenë nga mosha sot 22 vjeçare, që sapo kanë mbaruar dhe po punojnë diku, deri në moshën 57 vjeçare, që janë ata që mund të jenë dhe pak më të vjetër. Dhe të gjithë kokën e kanë mbrapa gjithmonë. Por ftesa duhet të jetë e sinqertë. Duhet të jetë një ministri, duhet të jetë një projekt, duhet të jenë politika fiskale, taksa të ulta, duhet të jetë jo përbuzje ndaj atij që kthehet se ti s'merr vesh si bëhet këtu, duhet të jetë suport, duhet një shtet që patjetër do sigurojë arsimin, sepse nuk do vinë të jetojnë vetëm në Tiranë këta njerëz. Do shkojnë të jetojnë dhe në Kuçov, do shkojnë të jetojnë edhe në Sarand, dhe në Gjirokastër, dhe në Kukës. Ama arsimin duhet t'ia çosh, sa ai mund të vi bashkë me fëmin. Ai nuk ka nevojë për punësim. Ai punësimin e ka me një laptop. Të ardhurat i vinë në Shqipëri, shpenzon në Shqipëri dhe rrit ekonominë shqiptare. Dhe po bëjmë një llogari shumë vogël për njerëzit, ndonjëherë njerëzve ju duhen shifra. Nëse kemi 300.000 të shkolluar dhe të punësuar sot perëndim, i kësaj kategorie, pra të atyre studentëve që kanë vendosur për të shkolluar jashtë, rroga e tyre minimale është 40.000 euro në vit. Minimalja, mund të shkojë edhe 200.000 euro në vit. Dhe
të ardhurat që këta 300.000 minimalisht marrin janë 12 miliardë euro. Imagjino sikur ata të vinë në Shqipëri, shtohet eksporti me 12 miliardë euro. Ne eksportin sot e kemi diku te 4 miliardë euro dhe importin e kemi diku te 7 miliardë euro. Prandaj jemi me deficit tregtar gjithmonë. Imagjino të ishim 16 miliardë euro eksport dhe 7 miliardë euro import. Ne do bëshim si Singapori dhe si Irlanda, kështu bërë si Singapori dhe si Irlanda. Thesari më i madh i kombit ton është truri. Nuk janë as kromi, as nafta, as uji, as malet, as deti, as pozicion gjeografik, as gjë tjetër, është truri. Ndërkohë fusha janë më produktive në moment është ndërtimi. Sepse Shqipëria këto vite nuk ka arritur të prodhoj. Po është vizion ajo, shiko, unë nuk mund të pretendoj që shqiptarët do çuditeshin nëse kjo zbëj. Shqiptarët e kanë ditur çfarë është jaftë Edi Rama të bëj dhe kur vendosën për ta zgjedhur në 2013. Që në 2002 mos gaboj në një intervistë në Opinion ka thënë Tirana do mbin kullat në Tiranë, dhe asnjëri se besoi atëherë se ishte pak figurë. Ëndra e tyre betoni ka qenë, sepse është patjetër diçka që e lejon pastrosh shpejt, ta dyfishosh shpejt, ta fshehesh pasurinë shpejt. Është pak në filozofinë e të majtëve që duhet të fshin gjithë historinë që ka ndodhur dhe çdo gjë të nisi me ata. Dhe e shikojmë çfarë ka ndodhur me Tiranën. Gati nuk ka fare histori brenda rrugëve të Tiranës, sepse gjithë pallatet dhe lagjet e vjetra janë totalisht transformuar në disa vepra arkitekturore dhe inxhinierike që nuk kanë asgjë që e lidhin me shtetin shqiptar. Po mendoj që nuk është problemi tek të majtët, është problemi tek individi. Sepse të majtët po ashtu si dhe të djathët, po ashtu si ata të qendrës, po dhe si ashtu që ata që zbesojnë, duan të jetojnë mirë jetën e tyre. Duan të kenë hapësira të gjelbërta, duan të kenë shkolla, duan të kenë spitale, duan të kenë dinjitet, duan të kenë gjithçka që një qenie njerëzore mes Europës e meriton. Por është individi dhe vizioni i njerëzve që kujtojnë se përfaqësojnë dhe të majtën, apo mund të kujtojnë se përfaqësojnë dhe të djathën. Ne nuk e kemi monopolin e asnjë gjëje. Ne jemi vetvetja, por patjetër ne aderojmë për besimet tona. Por kur të jepet përgjegjësia për të drejtuar, ti nuk je më as i majt dhe as i djathtë, duhet të jesh i tërve. Në mbi të gjitha duhet të jesh i familjes. Duhet të jesh i prindit, i studentit, i invalidit, i nënës me karrocë, i të gjithë, ti do ta vësh veten në pozicionin e të gjithë tyre nëse do të jesh drejtues. Por, vetëm pozicioni që këta vën është në pozicionin e një hajduti. Dhe kjo është fatkeqësia. Tek e fundit politika përfaqësim është. Në rast se në 140 deputet dhe në qeverinë nuk arrin përfaqësohemi me asnjë individ. Por ka dy nivele, që bëjmë politikë. Por ka dy metoda përfaqësimi. Është thjesht ti marr ato vota që të arrin numrin në mënyrë që pastaj ti shtyp, apo unë të marr ato vota dhe të kem shansin një ditë që të jem një prej atyre dhe të vë emrin tim në Olimpin e historisë, dhe vë emrin në histori si një xhelat, dhe vë emrin në histori si një hajdut, dhe vë emrin në histori si një korruptuar, dhe vë emrin në histori një si shkatrimtar, apo do vë emrin në histori si dikush që po ishte ai që kombin ton e mori këtu e çoi atje, e çoi më para, jo më mbrapa. Besin e dim që dekadën e fundit mira të rinj janë larguar, nuk mund të flasim për shifra se kanë shumë zero nga mbrapa. Jemi 2 muaj para zgjedhjeve, ndoshta më të rëndësishme zgjedhje që pas rënjes së komunizmit. Çfarë mendon ti që ne duhet i ofrojmë të rinjve dhe që të rinjt të rikthehen? Sepse nëse flasim për shembull miqtë e mi që po shkollohen jashtë shtetit, nuk çdo gjë që t'i ofrohet nuk kanë dëshirë pra të rikthehen, pasi mendojnë që arsimimi ka cilësi më të lartë. Dhe çdo allk kyçe e jetesës ka cilësi më të lartë se në Shqipëri. Do të thënë, ju vetë çfarë mendoni që duhet t'i ofrojmë të rinjve për t'u rikthyer? Siguri. Të rinjt duhet të kenë siguri që do jetojnë në të njëjtat standarde si tek vendi ku janë, duke shkolluar apo punuar. Sepse thash edhe një herë, këta të rinj nuk kanë nevojë të punësohen. Punësimin dhe të ardhurat i bëjnë vetë, dhe madje duke jetuar në Shqipëri i shijojnë dhe më shumë. Por ti patjetër do t'ju japësh një
tax cut, pra, një premtim i Partisë Demokratike, 5 vite pasi e kthyer nuk paguan taksë. Duhet t'ju japësh një siguri që do kenë nga krimi, do t'ju japësh siguri që do kenë në shëndetësi, do japësh një siguri në arsim, sepse do bëhen prindër. Këta të rinj sot s'janë prindër, po nesër do bëhen prindër. Dhe vetëm kur bëhesh prind, i mendon pastaj gjërat 360 gradë. Kur nuk je prind, i mendon dhe 90 gradë, sepse shef vetëm vizionin që të intereson. Por kur bëhesh prind, je 360 gradë, me 4 sy. Shef çdo gjë. Ti je prind i 2 fëmijëve, shumë të bukur. A ke menduar ndonjëherë gjatë këtyre 12 viteve të largohesh? Dhe mos rikthehesh? Jo. Me fjalë, a e ka menduar? Të gjitha kanë menduar, po a e ka marrë ndonjëherë në konsiderat? Jo. Pra, për fat mirë, unë jetën time kam udhëtuar shumë. Në çdo vend që udhëtoj kam një ves, e shoh gjithmonë me syrin sigur po të jetoja këtu, jo se dua të jetoj, po që të përfytyroj se si jeton një njeri aty, mundohem ta shoh nga syri se si është jeta e një qytetari. Dhe patjetër që jo, nuk kam marrë kurrë në konsiderat, po jo se e meriton, le të themi, Shqipëria që unë të jetoj në Shqipëri, pra që do ishte vendi më i mirë për mua për të jetuar. Por sepse kam familjen këtu. Pra arsyeja kryesore e rikthimit tim pa u nisur, me fjalë, pa u nisur, unë isha xha rikthyer mendjen time, ka qenë që nuk ndajem për së gjalli me prindrit e mi. Pra, me prindrit mund të ndaj patjetër një fatkeqësi, një smundje, hasmi, lufta, policia se po të ndjek, duhet ikësh. Po jo çështja ekonomike. Pra, për çështjen ekonomike apo suksesi i karrierës, se do kisha më shumë sukses në karrierën time personale jashtë, nuk e tregtoja kurrë me idenë e të ndarjes për së gjalli nga prindrit. Nëse prindrit do më ndiqnin ku do shkoja unë, patjetër që edhe mund të, pra, adheu, familja, shtëpia është gjithmonë ku ke prindrit. Dhe prandaj unë gjithmonë i mshoj kësaj kategorie për këtyre 300.000 studentësh, se ata prindrit i kanë këtu. Nuk kanë emigruar familjarisht. Kesh gjithmonë prindrit këtu, je tërkohës me kokën mbrapa. Dhe një faktor shumë i madh që të josh për të ardhur është dashuria e familjes që do kesh pranë. Një faktor tjetër patjetër është klima, është ushqimi i shijshëm. Po janë të tëra. Por kur bëhesh prind thash edhe një herë dhe ke 4 sy, fillon dhe konsideron dhe shumë faktorë tjerë që do jenë shumë të rëndësishme për jetën e përditshme. A ka pasur të rinj këto vite që ke qenë kryetar forumit, të cilët mund të kenë qenë të larguar në vitet përpara dhe janë rikthyer këto 4 vite? Shumë pak. Në fjalë, rikthimi është shumë i ulët. Po në krahasim me ikjen. Ta bëjmë dhe pak politike, se ne për politikë fare po të toks fundis, është diçka rinore, po për politikë është, po me fakte. Ne aderojmë në një forcë politike që 2007-2011 ka rikthyer pafund njerëz. Dhe nuk ndodhi rastësia ajo. Ajo ndodhi sepse u bën reforma, u luftua krimi, pra gjithë bandat e Shqipërisë 2006 u burgosën. Krimi ra zero, u ndalu trafiku, u hapën negociatat, u bërë antare NATO-s, liberalizove vizat, u lidh Shqipëria me Kosovën, filloi turizmi, filloi gjithçka, filloi konsumi, filluan mundësit. Pa u rikthyen. Pa një sinjal serioziteti, nuk po them atëherë ishte perfekt, po kishte përmirësim. Njeriu sinjalin e shpresës do. Unë po ju them vitet 90, njerëzit kanë pas më shumë shpresë se sot, po nuk po them se ne jemi më keq se në vitet 90 sot. Në vitet 90 kemi qenë më të varfër se sot, po kemi qenë të pasur me shpresë. Sot mund të kemi më shumë gjëra me fjalë materiale fizike, por kemi më pak shpresë. Jemi më të varfër në shpresë. Dhe kjo është problemi që ikin më shumë se rikthehen. Siç do ketë lëvizje, popullatat lëvizin, po nuk mund të ketë një trend që ti nga 2.8 milion banor, 3 milion banor, pas 10 vitesh, me këtë lindshmëri, me atë popullat të re që ne kemi pasur në përqindje, ne duhet ishim 4 milion banor. Ne sot jemi 1.7, 1.8. Pra nuk janë 1 milion të ikur, janë 2.2 milion të ikur, se janë ata që kanë ikur dhe ata që ata kanë prodhuar andej, sepse po iku mosha jon, kush do bëj fëmijë? Do thotë gjithmonë e ardhmja duhet më e zymt, e popullata më e plagur. Nuk bëjnë fëmijë pensionistët. Fëmijë bëjnë do bësh ti laer, do bësh ti klea. Ju do bëni fëmijë. Po ikët ju s'ka ikur një individ.
Ka ikur 4-5 individ. Potenciali familjes. Duke kjo është duke ndjekur dhe pak fushatën e Partisë Demokratike në diasporë, më bënte shumë përshtypje sallat. Plot me trinj. Çdo sallë mosha mesatare 25-30. Takimin e Londrës që kemi bërë në dhjetor, në një sallë për 800 vetash, pa egzagerimin më të vogël ishin 600 trinj. Që nuk e gjen më sot në asnjë sallë të shkëlqyer. Nuk e gjen e para dhe dyta më është fiksuar për shembull në 2 takime, ai në Hamburg dhe në Milano, që bëri Partia Demokratike. Mora kushërin telefon sa për sport, i thash, ore, shkoni këte ande, shikoni qa bëhet. Në Hamburg më vajtën 15 kushërin, në Milano më vajtën 25. Hajde thriti këtu. Hajde ti thras këtu. Duhet 2 javë organizim që të mbledhësh 50, 100, 150. Ne kemi qenë në fshatin tënd, në Bilq, ku është një fshat shumë i bukur, një fshat me traditë, një fshat me vlera, janë punëtor, dhe është një fshat i plakur. Nga vetëm babai jot, ti le të themi dhe shumë pak mund të jeni nga 200 kushërinj edhe fis që ishit aty. Po, vetëm në diasporën edhe me një llogari që kemi bërë me babin, një dark mund të kemi mbi 150 veta. Dhe jo vetëm fshatrat. Ne po flasim edhe për qytetet e Shqipërisë. Tirana nuk e ka ndier akoma, po për shembull Berati në dimër shkon ora 4:30 mbyllet të gjithë Tirana se ndjen Tirana. Ne nuk jemi qytet, ne jemi shtet. Ne nuk mund të jetojmë, atëherë të bëjmë si Monakoja, qytet-shtet, edhe se kështu po bëhet, nga ana demografike. Si mund të rrinë në Shqipëri dhe në vend kur Bilçën që përmendëm ne, akoma s'ka kanalizime për ujërat e zeza. Nuk ka rrugë, nuk ka energji dhe bashkia ose qeveria dhe një rrugë që është shtruar në 2008 a 2009 rrugët dhe ai asfalt nuk është vënë asnjë dorë tjetër. Dhe individi që jetonte në atë zonë ka zgjedhur më mirë të largohet se nuk është vetëm familja ime. Fshati ka pasur shumë familje që sot nuk janë. Njerëzit largohen nga halli më se largohet njëri nga qefi. Po, vetëm plesht. Si thua, ne jetojmë tokë pjellore, tokë begate dhe detyrojmë largohen. Atë sa do thoja se fshati im mbahet edhe për shumë rrënjulliri. Po. Është depozita më e madhe duke në Ballkan e rrënjve të ullirit. Po, janë 12 kodra me 300.000 rrënjulliri. Dhe kur vjen muaj shtator, tetor, nëntor që duhet vjel ulliri, s'ka punëtor. Janë Greqi, duke vjel ulliri. Nuk ka punëtor. Dhe gati 40-50% e produktit bie në tokë dhe ulliri kalbet. Patjetër, siç kalbet çdo gjë në shoqërinë tonë, për fat keq. Mos bëjmë kështu demagogji. Gjithsesi, këtu jemi për të rikthyer shpresën, jo vetëm për të bërzinë. E një eksperiencë personale, ju e dini që unë vetë jam nga Tropoja, edhe nuk mund ta lë pa thënë edhe këtu. Edhe unë në Tropoj shkoj çdo ditë. Dhe domethënë çdo ditë. Çdo vit, po do dohet shkoj çdo ditë. Do doja të shkoj çdo ditë. Dhe jam munduar të shkoj në dimër, domethënë në të 4 sinat. Dhe kam parë që në pranverë, vjesh dhe dimër nuk ka të rinj. E di, është fatkeqësi. Absolutisht, okay, ka, por jo siç duhet. Tani si do i rikthejmë pra, këtë besoj ndërsa në verë, nëse shkon në Tropoj në Vlon Tropoja. Vlon Tropoja nga targat e verdha. Dhe kanë ardhur çuna të Vlon. Dhe ky është objektivi jon që ne patjetër do të diskutojmë tek episodi i radhës, si do i rikthejmë. Nuk ka kjo nuk është kjo betejë e humbur. Kombi shqiptar nuk do vdesi, nuk ka vdekur dot nga askush, as nga pushtues, as nga tragjedi, as nga hordhi, as nga horrat e kombit ton brendshëm. Kështu që ne duhet të jemi ata që duhet të japim zgjidhjen se si duhet t'i rikthejmë. Këta të krau tjetër mund ta kishin zgjidhur që sot. Po nuk din ta zgjidhin. Nuk ju dolën. Po qëse do dinin ta zgjidhin, e kishin zgjidhur. Nuk duan ta zgjidhin, se për të dinë dhe nuk duan miksimi më i keq i mundshëm. Kështu ju faleminderit shumë që na ndoqët në episod të parë dhe patjetër që na ndiqni në episode të tjera, sepse në qendër të këtij podcasti nuk është rrëfimi i jetës së askujt, por është trajtimi i temave që juve me të vërtet ju shqetësojnë në përditshmëri. Për ju të rinjtë kam. Faleminderit. Faleminderit gjithëve.